Pra kja është i vetëmi Allahu që meriton adhurimin, pse pra të qertë nuk meritojnë adhurimin? E para nga ajo, nga se ata janë të krijuar si kur ne. Ato që i adhuroni pos Allahu, janë krijesa si kur ju. Ato nuk posedojnë asgjë. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Walladhina yad'una min dunillah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun." Ato që i adhuroni pos Allahut Azza wa Jall, pre atinve që i frikni pos Allahut Azza wa Jall, pre atinve që ja kushtoni ibadetin pos Allahut, s'posedojnë asgjë. Ato janë të krijuar dhe nuk kanë kriju asnjë send. Dhe thot Allahu: "Afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun." E qish po i bani të barabart atë që krijon dhe ai që është i krijuar, atë që krijon dhe ai që s'ka mundësi të krijon asgjë. Si ka mundësi të bëjmë në me ato bashkë? Si ka mundësi që Allahu t'i bëjmë ortak? Thot Allahu: "Afala tadhakkarun." A nuk jeni ka mendoni në këtë çështje? Thot Allahu Azza wa Jall gjithashtu në Kur'anin e Kerim: "Wattakhadhu min dunihi aliha la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wala nafa." Kanë marrë zotra pos Allahut Azza wa Jall, të cilët janë të krijuar dhe nuk kanë aftësi të krijojnë asgjë. Për këtë arsye, Allahu është i vetëmi që meriton adhurimin. Gjithashtu, ne e adhurojmë Allahun Azza wa Jall për shkak se Allahu Azza wa Jall është pa tëmet. Ata të cilët adhurohen pos Allahut Azza wa Jall janë me tëmet. Allahu Azza wa Jall na flet për Merjemen, nanën e Isait a.s. dhe na flet për Isain a.s. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Mal Masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Pra Isai a.s. nuk është diçka tjetër po si dërguar, siç i ka dërguar Allahu para atij pejgamber, me një dallim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i këtë botës, ndërsa Isa ibn Merjemit ka qenë pejgamber vetëm i Beni Israilëve dhe nuk ka qenë pejgamber i rruzullit botëror, pra nuk ka qenë për të gjithë botë. Kurse pejgamberi Allahut është i dërguar për botën krejt. Dhe thot Allahu në Kur'anin e Kerim, vazhdon dhe thot: "Wa ummuhu siddiqa kana yakulani at-ta'am." Dhe nona vet është besnik, kanë ngrënë bukë, kanë ngrënë dhe kanë pi. Ibn Kathiri thot se Allahu Azza wa Jall këtu e ka përmend kanë ngrënë që bojë me dia ato që ja adhurojnë pos Allahut, se ai që han dhe pi ka nevojë të derë dhe gjithashtu është ushqim që e han dhe pin. Pra këto janë tmeta të krijesave dhe Allahu është i pastër nga çdo tmet. Pra nuk meritojnë ata të adhurohen. Ne adhurojmë vetëm Allahun, dhe të qertë nuk meritojnë të adhurohen nga se janë të varfër. Allahu është i vetëmi pasanik. Allahu thot në Kur'anin e Kerim: "Pra ata që adhuroni pos Allahut Azza wa Jall, ata nuk posedojnë asgjë, qoftë e vogël, pra edhe sa hurmë. Ato janë të varur për Allahu. A nuk janë që morin frim? A janë të varur? A nuk janë të gdhendur prej gurit që Allahu e krijoi ata? Thot: "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Ato nuk janë gjendje me ndëgju lutjet e juj. Ato nuk janë gjendje me ndëgju thirrjet, kërkesat e juaja. "Walau sami'u mastajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum." Edhe si nëse supozojmë se i ndëgjojmë, pra nëse janë krijesat që ndëgjojmë, s'kan mundësi të ju përgjigjen ju. Për ata njani prej khulefave, kur hini në xhami dhe i tha Hazimit dietarit, kërko diçka që duhet, tha: "Jam në shtëpinë Allahut, po më thue kërko."
jam shtëpinë Allahut, kam turp që të kërkoj prej dikuj tjetër në shtëpinë e ti. Kur dolem prej xhamis, tha tash dolem prej shtëpisë Allahut, tash kërko. Tha kam dëshirë të më mundsojsh xhenetin. Tha s'muj. Tha të më garantosh të shpëtoj nga zjarri. Tha s'muj. Tha kam dëshirë që të më falen gabimet. Tha s'muj. Kam dëshirë që të furnizona. S'muj. Tha unë kesh në shtëpin e ati që mu i ke kejt këto, e po dal prej shtëpis ati, po i kërkoj njani që s'mun këto kejt me mi realizu. Pra vëllezër të ndërshëm, ne